shtëpi kjo e ndërtuar 200 vite më parë. Padyshim që ka qenë ndër shtëpitë më luksoze të qytetit të Prishtinës, sepse pronarët e tyre kanë qenë të pasur, të cilët kanë pas mundësi me ndërtu, me bën një investim kaq të madh. Si rezultati pasurisë që kanë pas edhe ndërtimit kaq luksoz të kohës, e kanë bërë dhe një jetë luksoze. Karakteristike e veçantë është në atë kohë ka qenë kur është fillu ndërtimi një shtëpie, është mjell një dot. To e kemi dudin, i cili është bashkohnik i shtëpisë. Miqtë mi, përshëndetje nga unë Dorontina. Sot kemi ardhur në shtëpinë më të vjetër në Prishtinë. Shtëpi kjo e ndërtuar 200 vite më parë. Për më shumë hollësi, na kemi me bisedu me historianin Emin Sallahu. Hajdini me neve. Përshëndetje Emin Sallahu, faleminderit shumë për kohën tuaj. Përshëndetje dhe faleminderit për vizitën. Apo na tregon fillimisht ku ndodhemi. Na normalisht e dim, mirë, po për publikun të bëjmë me dije. Aktualisht ndodhemi në oborrin e Institutit Kosovës për mbrojtjen e monumenteve të kulturës. Ndodhemi në një ambient i cili i përngjan një periudhë të hershme të qytetit të vjetër të Prishtinës. Pra një shtëpi e cila është shtëpi 200 vjeçare, pra shekullit të 19. Kjo shtëpi është ndër shtëpi ndër objektet e ralla që i kanë mbijetuar kohës, për arsye sepse në këtë shtëpi është vendosur Instituti Kosovës për mbrojtjen e monumenteve dhe si rezultat i kësaj edhe shtëpia i ka shpëtuar invazionit të madh urbanistik. Po ju ndërprej, mirë, po unë kisha pas dëshirë të bisedu edhe po himi mrena edhe të shumë kështë ta më përsofër. Me a bën kështë? Patjetër, ne me kënaqësi do të përcjellim në ambientet e brezme. Hajde, po shkojmë të shohim edhe bashkë pomjet. Ju vazhdoni që këtë më tregu. Kjo, ma zgjënimisht. Po. Kjo shtëpi është në pjesën e vjetër të qytetit të Prishtinës. Po. Siç e tham, ndër shtëpitë e ralla që i kanë mbijetuar kohës, për arsye se tani kemi ta quajmë një invazion të madh urbanistik edhe shumë shtëpi kanë pas fatin që të shkatërrohen, ndërsa ky objekt ndër të rrallë i ka shpëtuar dëmtimit. Është përdorur nga një shtëpi, nga një familje e Fadil Koxhadishit, i cili në këtë shtëpi ka jetuar deri në vitet e 50 të shekullit kalum, edhe si rezultati asaj trishtisë të madhe pas luftës së dytë botërore, familjet e pasura të cilat i kanë pas të shtëpi, janë detyruar që të shesin ato ose të shpërngulin nga Kosova për në Turqi dhe vende tjera. Kjo familje, Fadil Koxhadishi, është shpërngul në shtetin e Turqisë, i ka pas 4 djem me 3 vajza, edhe ka vdek në Stamboll, sipas informatave që i kemi. Në atë kohë ka shit shtëpinë shtetit, komunës, edhe më pastaj në vitin 1954, kur është themelu enti atëhershëm krajinor, quhet për mbrojtjen e monumenteve, tash Instituti Kosovës, atëherë i është dhëruar kjo shtëpi, edhe që nga atëherë pronari i kësaj shtëpi është Instituti Kosovës për mbrojtjen e monumenteve. Çka e veçon këtë shtëpi? A është ma luksozja, ta them, është në vend? Nëse kthehemi në kohë, kur është ndërtuar kjo, padyshim që ka qenë ndër shtëpitë më luksoze të qytetit të Prishtinës. Edhe jo vetëm të Prishtinës, karakteristike këtyre shtëpive ka qenë sepse pronarët e tyre kanë qenë të pasur, të cilët kanë pas mundësi me ndërtu, me bën një investim kaq të madh. Pronari i shtëpisë, siç kanë qenë edhe pronarë tjerë, bejlerët e agallarët, të cilët kanë pas pozitat në pushtetin e Perëndërisë Osmane, edhe kanë pas pruna jashtë qytetit të Prishtinës, pruna ose ara, tokat punës, të cilat i kanë punu, edhe ato vjellën e aty në rezultateve kanë sjell këtu, domethënë dritrat e kështu me radhë, në oborrin e kësaj shtëpie ka pas hamar, ka pas kosh, ka pas ahëra, të cilat i kanë marrë edhe baktin, edhe se familje kanë qenë shumë të pasura. Tash, kur po e përmend ahër, ahëri kur kanë marrë bakti, tash nuk ndodhet ai në oborrin e saj, nuk ndodhet. Se është hek, domethënë? Jo, është hek për arsye se në ndërkohë edhe vetë pronarët deri në vitet e 50 i kanë hek kafshët, kanë filluar me bë jetën pak më luksoze. Kjo shtëpi takon tipit shtëpive me çardak të hapur ose me balkon të hapur, edhe balkoni ose çardaku ka shërby nga pranvera e hershme deri në vjesht,
kur është ftoftë temperaturat, kanë ra temperaturat, atëherë është ra nga funksioni. Si rezultati i një pasurie që kanë pas, edhe ndërtimit kaq luksoz të kohës, e kanë bërë dhe një jetë luksoze. Shtëpit për rreth në atë kohë kanë qenë përdhejse kryesisht. Afër ka qenë Lumi Vellusha, i cili e ka pasuru këtë lagje. Shtëpit atëhershme kanë qenë të mbuluara me lule, me trëndafila sidomos, edhe pronart e kanë bërë një jetë shumë luksoze në këtë shtëpi. Po më intereson kjo pjesa e arkitekturës. Kjo shtëpi takon tipit e konstruksionit me dru, edhe me tjegulla me laç, domethënë me balt, të cilat kanë ofruar një arkitekturë shumë të avancuar të kohës, për arsye se është punuar me material shumë të mirë, edhe ka dhënë një mundësi për me bërë një jetë shumë luksoze brenda këtij objekti. Sa është sigurt objekti, ose keni pas vizita prej inxhinierëve të ndryshëm që me po tamon sa është me që janë pyetje 200 vite, mos ka ndonjë lëkundje aty këtu? Thonë të drejtën, ne kemi vetë ekspertë të kësaj lëmije brenda institutit, për arsye se na mirëmi me monumente, jemi instituti qendror i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve. Intervenime ka pas her pas her për shkak të mirëmbajtjes, sepse materiali, sidomos konstruksioni i drunit, don mirëmbajtje. Objekti i HPR është në gjendje stabile për shkak të intervenime të kopasqashme, dhe ne përcjellëm gjendjen e këtij objekti për të mundsuar ta ketë një luksozitet. Kuptohet që objekti është përdorur dhe vazhdon të përdoret për administratën e institutit. Ne shpresojmë që në tarmen e afër do të kemi mundësi që këtë shtëpi ta shndojmë në muze të tërësishëm për ta vizituar, sepse është ndër eksponatet e rralla të shtetit të Prishtinës që do të mund ta vizitojnë, sepse kemi një trend të rritjes së vizitorëve, sidomos nga vendet e larta, të cilët e vizitojnë Kosovën, Prishtinën me këtë edhe këtë shtëpi. Po, patjetër, kjo është pjesa që ndon shtëpinë nga çardaku, siç e tham pak më herët. Këtu i ka një palë dy, të cilat e lidhin, domethënë, objektin shtëpinë me çardaku. Kjo është pjesa pjesë e veçantë. Kjo është pjesë e veçantë. Po. Edhe e mundson, neve na vjen keq për shkak se gjatë stinës së verës ne e rregullojmë me materialet e kohës, po si do që tjetë, shikues mund ta shohin atë pamjen, edhe në një formë mund ta marrin edhe me mend se si është zhvilluar jeta dikur në këtë shtëpi. Kjo pjesë është pjesa më reprezentative. Këtu është çardaku. Këtu ka qenë i zoti shtëpisë, i ka prit mysafirët. Sofra, pastaj pronash është ul zoti shtëpisë me mysafir. Pjesa poshtme ka nejt fëmijët dhe gratë e familjes, për me pas një integritet gjatë bisedës. Këto është shërbim me ushqim, edhe me një pije freskuese që ka qenë atku karakteristike, që është punu nga fletat e trëndafilave. Qytetarët e vjetër e din atë lloj pijes që është servu në atko, dhe më thonë kjo shtëpi marë parasysh, si që thamë, arkitekturën është peplesne, domethënë 2 katë që është, edhe ndërsa pjesë tjera të shtëpive përreth kanë qenë kryesisht përdhejse, domethënë ka ofruar një pamje shumë të mrekullueshme nga këto, edhe ka pas një qetësi të madhe në ati, edhe jetë shumë luksoze për kohën. E tha që keni turista shumë, vinë turista edhe prej vendeve të ndryshme të botës? Po. Kur vinë këto, po më intereson çka ju thojnë, ose cila është pyetja që ja u bojnë, çka ju intereson, çka janë kurrështarët ta më shumë me ditë? Zakonisht është shumë pyetje me vend. Ne do të harrojmë pasurinë e cila është nga e kaluara. Vizitorët të cilët vinë nga viset e larta, kemi edhe nga lindja e largët që vinë nga Japonia, nga shtetet tjera të ndryshme të botës, që mundin me arë në Evropë, pastaj në Kosovë, e me këtë rast edhe në Prishtinë. Disa nga guida turistike i sjellin edhe këto, mirë po ka dhe të interesuar vetë që e kanë
marrë shënime në internet edhe e dinë që ekziston edhe kjo shtëpi edhe vinë e vizitojnë. Ata kryesisht pyesin se cilat materiale, siç na pyetet edhe jo, edhe çish ka qenë organizuar, si ka qenë organizuar jeta e hershme në familjet të cilat i kanë posedu këto familje, se kuptohet këto shtëpi, sepse kuptohet në atë botë ka qenë një barfri, tek popullata, po elita ka jetuar me një jetë luksuze, sigur ta krahasoj me supervilat të sotshme të cilat ekzistojnë. Normalisht krahasim për dikën që ndoshta nuk ka pas as buk me pas një shtëpi të tillë qysh në atë ka qenë privilegj i madh. Ka qenë privilegj i madh. Kjo shtëpi përndryshe gjatë qendrës administrative të vilajetit Kosovës është përdor përkohësisht edhe kjo shtëpi si qendër e vilajetit Kosovës. Përkohësisht më pastaj prap familja ka marrë sepse ka lëshu me qera, apo si ju në marrë vesh ata me zete, më pastaj familja ka jetu deri në vitet e 50-ta, si që thamë, edhe është shpërngull e ka shqitë edhe është shpërngull që nga tere kemi në pronësi. Kretë për fond, po du me ju pytë, keni ndërmend me bëndo një ndryshim, apo do në me lanë fiks kështu që shështë? Ose me zgjeru, ose me bo diqka në borë, edhe pse nuk o që paska datë shumë hapsirë? Thonë të drejtën objektet të cilat, kjo objekte ka statusin në mbrojtje. Edhe originaliteti është ajo që duhet me rujt. Ne rrim besnik originalitetit, duke e pas parasysh masat mbrojtëse, si që thamë të materialit të drunit, i cili është material organik edhe ai mundet me u dëmtu, mirë po marë masa preventive për me i regullu ato që dëmtohen, kuptohet, sepse për shikus është me rëndësi që pjesa dërmuese që shohin është origjinale e kohës, domthonë nuk është ndryshume. Për pas ndonjë ndrasë cila është dëmtu edhe është zaventsu me tjetrën, mirë po është prapë është bë lyrja, suvatimi lyrja aty, vërtet lyrja, edhe me masa mbrojtëse edhe pamjen e ka të tillë. Shumë mirë. Nëse ka diçka me na tregu se jemi krejt në fund, se ka mbet diçka që na nuk e dim, a ka ndonjë dhomë tjetër ose që me po? Objekti tash është shndruar në zyre. Do të thonë këto tjera që shfrytëzohen për zyre. Këto dy çka po ishin? Pjesa përdhese si zakonisht ka qenë shtëpia zjarrit. Aty ku është bogatimi, ku kanë nejt gratë, kanë nejt edhe fëmijët, edhe e kanë shfrytzuar fëmijët edhe borrin për me loz, ndërsa si karakteristikë e veçantë është në atë kohë ka qenë kur është filluar ndërtimi një shtëpie, është mbjell një dot. Një dot. Këto e kemi dudin, i cili është bashkohnik i shtëpisë. Është mjell dhe simbolike a kësaj ka qenë fillimi një familje të re në jetë të re. Edhe këto e në rritë paralelisht. Domthonë në zakon ka qenë një shtet që të millet një dot. Dudi është një pemë cila qëndron gjatë. Edhe shumë i sheshëm. Po më intereson, a është produse ndë dudi? Çdo vit. Çdo vit kur që nga unë që 26 vite punoj këtu, vazhdimisht jap fryt. Si ja kom qëllu marrë në kohë dudit. Po më mja qëllu. Këtu jemi, të mirë se ardheni. Faleminderit shumë, indërum. Ishte shumë kënaqësi, faleminderit që ndat kohën me neve. E besoj që kena më pa për të mirë. Patjetër. Patjetër të mirë se ardhën, falenderoj.